Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin ton të Drejt për Drejt. E mërkur është data 28 janar dhe vetëm 2 ditë më parë në qytetin e Durrësit ka ndodhur një ngjarje e rëndë në orët e para të mëngjesit. Ka raportuar kolegja ime nga Durrësi, Klodiana Haxhiaj, për plagosjen e një vajze 24 vjeçare dhe kolegu të saj të punës nga ana e babait 56 vjeçar, i cili kishte shkuar në vendin e punës së të bijes dhe ky i fundit ka pretenduar se injorohej nga e bia dhe ky i fundit ka luajtur një rol në divorcin e prindërve. Për më shumë, ndiqni materialin e përgatitur nga redaksia jon e informacionit dhe rikthehemi në studio në transmetim të Drejt për Drejt me një dëshmi që na vjen nga qyteti i Durrësit. Në 56 vjeçar është arrestuar nga policia e Durrësit pasi dyshohet se ka plagosur me thik vajzën e tij 24 vjeçare për motive të dobta. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 10 në lagjen numër 12 të qytetit të Durrësit, ku 56 vjeçari dyshohet se ka plagosur me thik vajzën e tij në rrugë. Gjatë incidentit ai ka goditur me thik edhe një shtetas tjetër me inicialet OM, i cili ka ndërhyrë për ta ndaluar në momentin e sulmit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme, për veprat penale vrasja me dashje në lidhje me një krim tjetër, mbetur në tentativë, si dhe prodhimi mbajtja, blerja apo shitja pa leje armëve të ftohta. Ky ishte materiali përgatitur nga kolegja ime Anila Akmataj, kryeredaktore e emisionit Me Zemër të Hapur, përpara se të shkojmë në Durrës për dëgjuar versionin e ngjarjes së ditës së hënë në Durrës. Me mua në studio Klodian Reçi, avokat. Përshëndetje, mirë se erdhe Klodi. Në krahun tënd Erilda Ajaz, psikologja jon, përshëndetje zonjë, mirë se erdhe. Faleminderit. Lidhem drejt për së drejti me Durrësin, me dëshmitarin, i cili do mbetet anonim, por do hedhit dritë jo vetëm mbi ngjarjen, por edhe mbi marrëdhënien e familjes Ndoi. Përshëndetje zotri. Përshëndetje, si jeni? Në radhë parë, falenderoj që ke pranuar të jesh pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti, për të hedhur dritë mbi ngjarjen e 2 ditëve më parë. Ne jemi mirë, por nuk ndjehemi, po aq mirë teksa dëgjojmë ngjarje të tilla. Megjithatë, dëshmia juaj ka shumë rëndësi për gjithë ata që na ndjekin në transmetim të Drejt për Drejt. Çfarë ndodhi ditën e Kjo në fakt është diçka e përsëritur, edhe personi në fjalë që duke parë dëshminë e personit që thonte jo në gjendje të pirë andej këtej, kjo si plan ka qenë një plan 1 mujor që ai e ka pas gjithmonë, domethënë e thonte gjithmonë, jo vetëm për vajzën e vet, por edhe për një person, për një shoqen e vajzës që ai mendonte ke menja vet që po i dëmtonte një marrëdhënie që ishte inekzistente sepse kishin 6 vjet që janë të divorcuar. Nuk kanë pas asnjë lloj marrëdhënie familjare vet, domethënë nuk kanë pas një marrëdhënie familjare, kanë qenë të divorcuar. Ai kishte 1 muaj që kishte dalë nga burgu, nga Franca, edhe sollën këtu në Shqipëri, dhe nuk ka qenë asnjë gjë e rastësishme apo një nerv i momentit, ka qenë çdo gjë e përgatitur, e mirë menduar. Momentale mund të ketë qenë plagosja e djalit që ndërhyu për t'i heqë nga duart, sepse ai kishte ardhur për ta vrarë, nuk kishte ardhur as me diskutu, sepse që në momentin që ka ardhur aty ka ardhur me biçak në dorë, edhe ishte direkte e kapin nga qafa vajzën dhe ja vuri biçakun në fyt. Kështu që ai ishte nuk ka ardhur aty me diskutu me vajzën siç ka deklaruar, ka ardhur për ta vrarë. Edhe këtë gjë e ka deklaruar edhe nëpër lokalet e lagjes, do t'i vras, do t'i bëj, kishte gati 1 muaj që diskutonte këtë gjë, po se merrshte njëri seriozisht e pianec. Edhe i degradum, edhe prandaj edhe nuk është marrë seriozisht. Gjithsesi ka pas një urdhër mbrojtje aktiv me bashkëshorten e tij që normalisht nuk është respektuar as pak, sepse ai kalonte 10 hapa nga puna e zonjës, që është po aty në atë zonë, për ditë, në gjendje të dheur, të padheur, në gjitha gjendjet e mundshme, por nuk du se shoh shumë lajme, kam pa shumë lajme që e kanë zbut situatën, duke thënë që, edhe nga mungesa e informacionit, duke thënë që ka qenë një plagosje lehtë. Jo, djali ka shpëtuar për fijen e perit, ka pas një çarje mbi 8 cm në fyt, ishte godit për ta vrarë, sepse normalisht kur goditet në fyt, nuk goditet për ta trem, por goditet për të vrarë. Edhe vajza është godit për të vrarë, por fati që edhe ajo një vajzë shumë e fortë, që është përlesh dhe ja ka heq drejtimin nga fyti i tikës,
që i përfundoi në pjesën e shpatës, pjesa gjoksit sipër, që ka 14 qepje, edhe nuk i shoh as pak si plagosje të lehta, por janë të dyja vrasje me paramendim edhe të mbetura në tentativë për fatin e mirë tonin edhe të miqve të personave. Atëre, 14 qepje vajza dhe fiziku i saj ka shmangur pikërisht thikën në fytin e saj të organizuar për një muaj. Po për sa i përket kolegu të vajzës, si është gjendja e tij? Kolegu i vajzës për fatin e mirë ishte vetëm 2 mm e ndante nga pjesa, nga damari kryesor, domethënë që mund të ishte fatale gjëja. Ishte një çaje për goxha e thellë, gati 1 cm e thellë dhe 2 cm gati e thellë, sepse unë e pash me sytë e mi, se unë e kam treguar në spital, edhe ishte një çaje për gati 6-7 cm, domethënë. E kuptoj. Gjithsesi ti ke pasur mundësi të flasësh me të dy dhe duam të dim si është gjendja aktuale dhe e vajzës dhe e kolegut. Unë nuk e dija kjo ka qenë një mekanizëm, sepse nuk e shoh, vajza është në gjendje të mirë dhe djali janë jashtë rrezikut për jetën, janë në gjendje të mirë. Nuk janë keq, domethënë komunikojnë, flasin. Dje ka vazhdu pak me ushqimin, me gjëra tolla kështu, supra kështu, djali, sepse ishte më në rrezik djali, edhe vajza pati një goditje afër syrit që mund të rrezikonte edhe shikimin. Edhe një goditje që si tash 14 qepje në pjesën e gjoksit sipër. Gjithsesi, ju deklaroni se është një plan i organizuar nga Mikel Ndoi që përpara një muaji. I mirë organizuar dhe është një plan që e ka thënë ka një muaj që thot do t'i vras, do t'i bëj, thjesht s'është marrë seriozisht duke qenë një pianec, edhe nuk është marrë seriozisht. Ju thoni nuk është marrë seriozisht, por është diçka e mirë menduar sepse po shifte që s'kishte shteg për me pas një lidhje tjetër familjare, duke qenë se dhuna ka qenë, nuk është hera parë që ai ka pas dhunë familje, paktën me sa informacion kemi, se s'kam qenë vetë pjesë e familjes, por ka qenë përsëritës, këtë mund ta dëshmoj shumë mirë edhe policia, sepse ka një urdhër mbrojtje për zonjën për nënën e vajzës. Për nënën e vajzës dhe për ish gruan e Mikelit, në fakt ka urdhër mbrojtje të cilin Mikel Ndoi e ka thyer, thoni ju, dhe për një muaj deklaronte se çfarë do të bënte skenarin që e pam të gjithë me 26 janar. Atëherë, do doja të ndaloja diçka tjetër në lidhje me vajzën. Vajza prej sa kohësh nuk ka pasur marrëdhënie me babain? Atëherë, ai tentonte gjithmonë që të kishte marrëdhënie në fakt, sepse duhet me qenë realist. Ai tentonte gjithmonë, nuk e di se për çfarë arsye, a për letra në Itali, se s'po i rinovonte dot, për diçka, për interes vetin, për lek e bezdiste, por që ka qenë gjithmonë aty në xhiro që e bezdiste, dhe nuk është hera parë se edhe në punën që ka qenë vajza më përpara, ka shku dhe ka bërë diçka tek puna prap e njëjta skenë, por ato djemt ishin i çik më të formuar nga pjesa e siguritisë se sa këtu ku e gjeti këtë herë, dhe rrahen edhe nuk shkoi më pastaj mrapa për ta bezdisur tek puna. Është diçka e përsëritur, diçka që Pra gjithmonë shkonte në qendrat e punës ku punonte vajza, edhe pranë ku punonte ish-bashortja, siç e deklaruat më parë. Edhe ke ambienti vajzës, më shumë debatet edhe këto i ka pas me vajzën se sa edhe me bashortin, po më shumë me vajzën e kisha të mlefin. Pse? Nëse vajza ka treguar diçka tek ju, pse kjo marrëdhënie me babain? Sepse ka qenë i dhunshëm. Edhe ndaj vajzës? Edhe ndaj vajzës, po më shumë ndaj të ëmës. Edhe për fajt të dhunës edhe të kësaj, kam pas probleme jo të vogla psikologjike ama. Thash që ka një urdhër mbrojtje aktiv. Edhe sa vite kishin që ishin ndarë? Si? Sa vite kanë që janë ndarë çifti Ndoi? Ato kanë 6 vite. 6 vite dhe zonja përsëri ka aktiv një urdhër mbrojtje. Çfarë do të thotë që ajo bezdisej vazhdimisht dhe thyej edhe urdhrin mbrojtjes nga ana e Mikel Ndoit 56 vjeçarit. Mirë, vajza ka deklaruar që ka pas dhunë kryesisht ndaj të ëmës, por nuk ka munguar dhuna dhe ndaj saj. Dhe ajo dhuna psikologjike ka qenë gjithmonë, domethënë. Çifti Ndoi ka vetëm këtë fëmijë, vetëm vajzën 24 vjeçë? Jo, ka dhe një djalë. Ka dhe një djalë. Po djali çfarë raporte ka me babain dhe sa vjeç është? Djali ka pas, në ndryshe nga vajza, djali ka pas kontakte me tatin, ka qenë ai domethënë që ka dash që t'i jepte një mundësi, sepse goca me sa duket e njihte shumë mirë tatin, edhe s'ka dash kurrë që ta afronte.
Edhe ndodhi kjo që ndodhi duke i dhënë pak hapësirë. Djali sa vjeç është, më i vogël apo më i madh se sa motra? Duhet jetë 21-22 vjeç. 21-22 ai mundohej të mbante një marrëdhënie me babain, apo jo? Ndërkohë ai jetonte me nënën edhe me motrën? Po, me nënën me motrën. Po. Ju më thatë që vetëm përpara një muaji Mikel Ndoi kishte ardhur nga një burg në shtetin francez në Durrës, apo jo? Po. Çfarë ka kryer në Francë ai që ishte i dënuar? Nuk kam informacion sakt, por me çka kam gjuhë më duket se për lënë narkotike, po nuk e kam sigurt. Raporti që ai kërkonte të rivendoste me vajzën ishte për shkak të dokumentave italiane, ma shpjegoni pak të situatë. Po tentonte në dienin time që të bënte disa letra edhe pas një lidhje, domethënë pa u rikthyr në familje, pa qenë familjar, nuk ja bënin, edhe kjo ishte besoj edhe një pjesë e mundimit, domethënë edhe asaj që ai donte se s'bën që të arrinte që të kishte një kthim në familje, po nuk besoj se ka qenë për familjen, se po t'ishe për familjen, nuk do arrinte këtu ku arriti. I rikthemi pak edhe dinamikës se çfarë ka ndodhur me vajzën, por edhe me kolegun e saj, me Mlikën, pikërisht ditën e anë. Çfarë ndodhi? Çfarë keni parë ju atë ditë? Jo, ato ishin jashtë ambienteve të punës. Po? Domethënë ai ati i kishte ndjekur nga lokali. Fillimisht ishin në një lokal të ulur me 2 shoqet e veta vajza. I ka parë në lokal aty në një mënyrë të frikshme, por me sa duket ke lokali ka parë që ka pas shumë njerëz edhe nuk ka shu, sepse ai e ka pas ndar menjen na kjo që unë kuptoj të paktën. Po? Edhe momenti që doli nga lokali që erdhi afër pranë zyrës, sepse erdhi për të taku gjithë kolegët se kishte shku për ca pushime 2 javore. Po? Edhe erdhi me taku kolegët, masi doli pastaj që marroi punë me kolegët, dolën për jashtë nga zyra. Aty dhe u konfliktuan pastaj. Mas konfliktit djali tentoi i thonte gjithmonë që të lutem ashtu sepse është një djalë super i përsosur. Përveç i përsosur, nuk e di, domethënë nuk ka person më korrekt dhe më të urtë dhe nuk asnjë miz nuk vret dot, domethënë kupton, sepse pash që jo ka tentuar edhe në për telefonata, sepse duke qenë një që është rraf mirë me këto gjëra, ka tentuar edhe të zbusi pak situatën e vet, domethënë që jo më ka goditi pari e kështu gjërash, por që ai s'ka reagu fare. Ka shku vetëm për ta ndarë, për t'ja ish në durë, sepse e kishe taks për ta heq afe gocën. Kështu që në momentin që ai ka tentuar me heq nga durët, i ka lëshu dhe thikën në mënyrë të drejtë në fyt. Atëherë, ka pas shkëmbime bisedash midis vajzës, djalit edhe Mikel Ndoit? Jo, nuk ka fare, domethënë djali nuk ka fare lidhje me fare, po as në një shoqëri, as në një kështu me vajzën. Jo, biseda gjatë përleshjes ka pasur biseda midis palëve, Mikel Ndoi me vajzën? Fare, nuk ka pas një uri fare, nuk e njifte fare atë djali, ishte komplet rastësishme. Jo, flas me vajzën, ka pasur bisedë midis babait edhe vajzës? Jo, ai direkte sa erdhi i vuri dorën qafa, i hoqi dorën nga qafa se e kishe me biçak në dorë ai, me çfarë tregojnë se unë nuk kisha prezent aty, po kolegët që kanë qenë. E kishte biçakun në dorë në fyt, edhe ajo duke heq biçakun nga fyti, u preje pasaj ke pjesa e gjoksit, sepse tentoi ta godiste. Pasaj e pa që u përleshën, i lëshoi thikën në sy vajzës. Edhe aty e qalë dhe ke syri goxha. Në fakt, detaj shumë të rënda. Detaj të rënda. Unë uroj që mos të azbusin fare, sepse ne dum sa më pak mostra t'tillë në xhiro. E kuptoj. Do doja të dija shoqërimi po. Fare me gjëra që se ekziston një plagosje e lehtë, sepse s'është fare plagosje e lehtë, kanë qenë të dyja tentativa vrasje me paramendim. Mirë, gjatë shoqërimit që ju i keni bërë të dyve për në spital, çfarë keni diskutuar? Po ku kishim kohën me diskutu, kam shku nga zyra tek spitali për 7 sekonda, domethënë me urgjencë të madhe, kishe qa me diskutu. Ai humi 1 kile gjak nga zyra, afër zyrës, nga ambienti deri ke spitali ka humi 1 kile gjak. Djali. E kuptoj. Mirë, ndërkohë do doja të dija diçka tjetër në lidhje me gjithë situatën. Ju thatë që vajza ishte rikthyer për takuar kolegët mbas 2 javësh pushime, apo jo? Por vajza është shprehur dhe ju e deklaruat që Mikel Ndoi, babai i saj, e kishte planifikuar gjithçka një muaj më parë. Jo, në fakt
normal, ne nuk e venim re, po ka pas në xhiro ke lokali, jo vajzës vetë. Jo, po pra po, e kuptoj. Po pse përmend edhe shoqen e Jessicas? Konflikte të tilla, domethënë, raportet kanë qenë për tokë, s'kan pas raport babë dhe vajzë. E kuptoj. Më thej që plani ishte i organizuar, po. Si vajzë është super korrekte, super punëtore dhe shumë e dhënë mas familjes. E kuptoj. Sepse shoh edhe ca që janë niveli atij zotrisë që komentojnë në përvende që jo po nuk vjen nga hiçi, jo po nuk ka asnjë arsye në botë që të bën të dëgjosh pjellës tate, mendoj unë. Edhe nuk e justifikon asgjë ato që ai ka bë, edhe nuk ka pas asnjë lloj arsye konkrete për të godit vajzën, direkte apo që ti ke të bënë një dom vajza fare. Ai çdo dom ja ka bë vetes, duke qenë se ishte një person i alkoolizum gjatë gjithë kohës, edhe nuk është se i ka bë vajza dëm atit që ai tua merrte tek vajza. A dini diçka në lidhje edhe me largimin e tij? Pra ju thatë që ishte organizuar prej një muaji e gjithë situata. Largimi ka qenë i organizuar, fshehja e tij ka qenë i organizuar? Ai kur ka hik nga aty, ka vazhduar me, sepse pjesën e fundit unë dola nga mbrapa zyrës, edhe unë e pash pjesën e fundit. Edhe pjesën e fundit ai ka hik nga aty duke pastru biçakun në mënyrën më makabër të mundshme, me një qetësi si vrasësi, me hapat nga dalë fare, as me shpejt, as i traumatizum, as i gjë, domethënë. Avash, shkoj u kthy ande nga qef, edhe nuk vura re asnjë lloj traume. Po nuk ishte policia aty afër? Ndonjë punonjës policie? Si mund të largohet kaq i qetë, Mikel Ndoj? Nuk ishte ndonjë punonjës policie? Ja, se nuk ka, ajo ndodhi e gjitha kjo ndodhi për një minutë, domethënë. Gjithë kjo gjë ndodhi për një minutë, bam, muzin, u kapën, i goditën edhe u largu, kupton? Mirë, ndalojmë pak tek organizimi prej një muaj që ju thoni Mikel Ndoji e kishte jo vetëm ndaj vajzës, por edhe ndaj shoqes së vajzës. Po me shoqen e vajzës çfarë problemi kishte? Presioni i vazhdueshëm që ai ushtronte, vinte, takonte, kishte momente që, për shembull, sepse unë du të jem edhe i drejtë me gjën, kupton? Sepse nuk dua sta justifikoj, ka qenë i pirë, i droguar, nuk e di fare se çka ka qenë, por për mua mbetet ai që ka bërë atë lloj. Jo, çfarë ka pasur me shoqen e vajzës? Çfarë problemi ka pasur? Asnjë lloj problemi, ai mendonte se, domethënë i thonte vajzës gjithmonë që shtëpia këto janë me shtëpi me qira në fakt, edhe shtëpia është e imja, ajo më ka thënë, mendonte me atë psikologjinë e vet që ajo po ndikonte për keq ke bashkimi i këtyre, nuk e di se çfarë, po ajo s'ka lidhje fare, po fare me këtë marrëdhënien e këtyre. Nuk e di nëse të ftuarit e mi avokati apo psikologja kërkojnë të bëjnë disa pyetje, në të kundërt unë jam e qartë me gjithë situatën. Atëherë, avokati Klodian Reçi. Kam dy pyetje se pak nga dinamika se si shpjegohet. Duket deri diku sigur fshihet një detaj se për nga vetë konkluzioni dhe vendi ku ka ndodhur ngjarja, në mesin e rrugës duket që ose ka pas një debat më përpara, se është e pamundur që nga hiç gjë ai të marrë thikën me vete dhe të shkojë që të bëj krimin. Erdhën nga lokali thonë? Që do të thotë, ka pas një zhvillim të më përparshëm në pikpamjen time si avokat. Ka pas një zhvillim debate të cilat kanë shkuar deri në agravimin e kësaj situate që këtë nuk mirë, dëshmitari nuk e di zotëria në fjalë, kështu që nuk. Kjo është e para. E dyta, pyetje për zotërinë. Si e thonë të dëmtuarit që ka ndodhur ngjarja? Pra, e kishin konstatuar më përpara? E kishin konstatuar që ky priste? I priste përpara? Çfarë thonë ato në lidhje me ngjarjen? Jo, s'kan konstatuar më përpara sepse, domethënë, një herë tjetër që ka kaluar ke zyra, e ka thjesht indiferenca gocës ka qenë gjithmonë nuk është se është diçka që ndoli nga hiçi. Kjo është një situatë që është ndër vite që është akumulu, nuk është diçka që u çova unë sot mjesë hajde po i gjuj gocës time, kupton? Është problem familjar i ndërtuar ndër vite, i akumuluar që nuk po bashkohet dot me familjen. Ai ishte pa shtëpi, pa katani rrugëve, su kujdes se njëri pa bukë, pa gjë, normalisht edhe kjo pesha psikologjike që mund të ketë pasur ai, mund të ketë pasur probleme psikologjike, kush po e din.
Por, unë po them, nuk është se ishte diçka kështu që Tani, nga momenti. nga bisedat me Jessicën dhe me Onardin. Tentativa që ta afronte Gosën, por që ka po tentativat gabume, që s'ka ditë se si ta afronte Gosën e vet, gjithmonë problematik, gjithmonë i pikë. Qartë. Thatë pak më përpara që ke komunikime pas kësaj ngjarje dhe me vajzën dhe me kolegun. Çfarë thon ato në lidhje me dinamikën? Ja, të gjitha këto që të thash, nuk është se dinamika kjo ka qenë se unë aty afër isha, kupton? Dola momentin e fundit. A ka persona konkret? A ka persona konkret që thoni kishe një muj lartë të poshtë që flisin për kafene që do t'i vrasë, do t'i presë, do t'i bëj këtë. Ka një person konkret për shembull që kjo mund të shërbej dhe hetimit, se kjo ka rëndësi për të përcaktuar pikërisht qëllimi që ka pas personi në momentin që... A ka dëshmitar për këtë gjë? Do shkoni të dëshmoni në prokurori, pyet avokati? Jo, ne qa kishim për dëshmu, kemi dëshmu, okej. Na ikëm në polici. Për persona konkret, pa që e kanë dëgju. Mund të merremi me llafe lokale, kupton? Po përse kjo ka rëndësi, sepse kur thoni për vrasje... Edhe që unë kam gjuhë dhe kam pa vetë, nuk mund të them... Pra, që ishte një plan një mujore, keni dëshmuar, pyet avokati? Po, këtë fakt e dëshmon edhe pjesa që ai nuk erdhi miqësisht, po erdhi futi direkt dorën fyt edhe me thik në dorë, kupton? Normal që ka qenë një planifikim. Je i qartë, psikologja po? Po, një pyetje, vajza ishte e pajisur në këto momente me urdhër mbrojtje apo vetëm nëna? Jo, vetëm me ama. Vetëm nëna, u tha nga. Po, okay, unë të falenderoj, ishe shumë i qartë, falenderit që dhe një dëshmi të plotë asaj çfarë ka ndodhur brenda familjes së Ndoi, por edhe në vendngjarje. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit ju. Faleminderit. Kalojmë në hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi për ta diskutuar këtë çështje në pjesën e dytë dhe të tretë, sepse kemi dhe dëshminë e babait në polici. Mbas publicitetit të parë, jemi në pjesën e dytë, jemi të rënditur në fakt gjatë zhvillimit të pjesës së parë të emisionit, kemi një dëshmitar të ngjarjes së Durrësit, detaje oror në fakt dalin në këtë transmetim duke i kërkuar ndjes edhe audiencës që po na ndjek drejt për së drejti, pasi detajet janë shumë të rënda, por duhet thënë e vërteta në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, ashtu siç ka ndodhur dhe ashtu siç ishte planifikuar e gjithë ngjarja. Pas një lloj paralajmërimi ka goditur të bien, kjo për shkak edhe të fizikut, thot dëshmitari, e ka hequr nga pjesa e fytit për ta çuar diku në pjesën e krahërorit, më pas ka ndërhyr edhe kolegu dhe ndërkohë gjendja e të dyve është jashtë rrezikut për jetën, por nuk mund të themi që ka qenë një plagosje lehtë me dashje, thot dëshmitari. Të gjitha këto detaje që u tha në pjesën e parë, do t'i komunikojmë në fakt dhe do t'i orientojmë sa më drejt, emocionalisht, juridikisht, edhe për audiencën, por edhe për familjen Ndoi, edhe për Jessicën, edhe për kolegun e saj, por dhe për gjithë ata që janë të përfshirë në gjithë të ngjarje. Ndërkohë, Klodi, le të flasim pak nga ana juridike, t'i bëre disa pyetje të detajuara, me sa duket kjo dëshmi e planifikimit, e goditjes pa paralajmërim, nuk ka pasur debate tek vendi punës, nga ambienti i lokalit kanë shkuar drejt punës për mënyrën se si ai ka parë në shoqërinë e shumë personave vajzën dhe nuk mund ta kryente dot aktin e tij në prani të shumë njerëzve dhe ka gjetur momentin, të paktën sipas dëshmitarit janë dhënë edhe në polici. Në qoftë se e vërteta është kjo. Çfarë rrezikon? Duke pas parasysh aktualitetin që bizotron sot gjitha qytetet shqiptare, për fatin tonë të mirë, janë të mbuluara kryesisht me pamje filmike që e bën edhe më të lehtë, edhe gjurmueshmërinë, edhe zbulueshmërinë, edhe motivet, edhe një farë mënyrë për të marrë edhe dënimin e merituar secili, sepse dëshmitari fillon edhe zbehet, pra thënë edhe dëshmitari kur pamjet filmike dëshmojnë shumë mbi mënyrën si ka ndodhur ngjarja. Absolutisht që kam prirë që besoj që të ketë ndodhur ngjarja ashtu, sikurse e thon viktimën nga mënyra se si i shpjegojnë to detajet ku mbeti i plagosur, pra vendet ku ka mbetur i plagosur të dy personat. Nga pikpamja juridike bëhet fjalë për dy vepra penale të rënda që janë e para bëhet fjalë për vrasje për shkak marrëdhënies familjare, e mbetur në tentativë, që është në 79C i Kodit Penal, që parashikon një marrësh dënimi më pak se 20 vite burgim deri në burgim përjetshëm. Tashmë kjo është një praktike konsoliduar që gjitha gjykatat, edhe në rastet më të rënda ka mbajtur qëndrime që shkojnë drejt dënimeve kapitale. Po duke pas parasysh disa rrethana që ngjarja ka mbetur në tentativë, sepse policia ka bërë kualifikim sakt të veprës penale. Pra nuk është një jetë sikur zihesh me një jetë zakonshëm,
edhe ta plagosësh ose ta tentosh ta vrasësh, sikur se ndodh me një antar të familjes, sepse ligjvendësi që nga 2013 ishte një pakt që u bë pakt politik, le të themi kjo, për të minimizuar rastet edhe dhunës në familje, por dhe veprat penale që vinin si pasojë e dhunës, që është shfaqja më ekstreme e dhunës që është vrasja, u bën bashkë miratuan këtë ndryshim në dispozitën penale të kodit penal. Por dhe vepra penale tjetër që është me vrasja e mbetur në tentativë për një krim që paraprin ose pason një krim tjetër, pas çfarë do të thonë, ti bën një vepër penale, ndërkohë pas asaj vepre penale që ka plagos ose vrasje tentativë vajzës vet, të detajesh të shish rënqethesh, në shkoj deri në atë pikë që prindit të godas fëmijën e vet është jo, largimi pastaj nga kamerat e sigurisë është detaj. Pa konceptuar pak edhe nga pikpamja juridike që tregon edhe një farë edhe para përgatitje, por tregon edhe një farë mungesë të pendesës që se njeriu mund të pendohet edhe aty për aty. Ndonse justifikohet në efektin e lëndëve narkotike apo alkolike, që edhe kjo është çështje që provohet. Por dhe veprimi ndaj personit i cili ndërhyr për të parandaluar ardhen e pasojave të mëtejshme, është një rrethant që do të ketë parasysh edhe në gjatë dinamikës së tij jetimi, sepse ndaj tij nuk është thjesht një plagosje e lehtë, një plagosje e rëndë, por është një vrasje e mbetur në tentativë, për sa kohë që ndodhi menjëherë pas kryerjes krimit të parë. Bëhet fjalë për dy krime së bashku edhe me krimin e mbajtjes pa leje të armëve të ftohta. Tani duke pas parasysh që ne jemi në një moment kulminant për gjithë reformën gjyqësore dhe drejtësisë që po bëhet, janë disa momente që do të ketë parasysh që ndryshimet në kodin penal, kryesisht për vepra penale të lehta, të cilat janë duke, por kanë impaktin më të madh. Çfarë do të them me këtë? Atëherë ne kemi në kod penal, kemi kundravajtjen penale të rrahjes, kemi kundravajtjen penale të plagosjes lehtë me dashje, kemi kundravajtjen penale të kanosjes, kemi kundravajtjen penale të kanosjes me rrjeteve telefonike. Gjitha këto vepra penale kanë një përhapje aq të madhe, por kanë një margj dënimi sa më të vogël. Unë të cilë eksperjenca nga bota perëndimore, që për rrahje nga më të thjeshtat, njerëzit mund të marrin një dënim alternativ, mund dënohen me kusht, por mund të marrin një dënim me kusht 5 vjeçar, të paguajë edhe një dëm shpërblim, të paguajë edhe një gjob, pavarësisht se kjo është një gjë tashmë e shfuqizuar nga gjykata kushtetuese, se s'mund të japësh dy dënime edhe gjob edhe burg, por janë këto vepra penale të cilat janë të lehta në dukje, por janë këto pararendse për gjithë fillesën e ngjarjeve, që sot na çojnë të bëjmë një emision pikërisht për vrasje për shkak marrëdhënies familjare mbetur në tentativë. Tani duke pas parasysh që jo duke dashur ta relativizojmë ngjarjen që ka ndodhur as nga pikpamja juridike, as nga pikpamja mjekësore, as nga pikpamja e impaktit social që parashikojmë. Tani në mesin e qytetit, në afërsi edhe të policisë, të vendit punës, spitalit që për fatin e mirë Durrësi ka në distanca të afërta, të shkosh me thik, kjo është një rrethant që është tepër rënduese, pajisja me thik. Personin cilin ti e godet, vendi ku e godet, janë rrethana që do ta rëndojmë pak çështjen penale në ngarkim. Pavarësisht se nuk e dim akoma dëshminë e personit tashmë të arrestuar, se sigurisht çdo lloj historie ka dy pikpamje. Njëri që thotë ka ndodhur kështu, tjetri thotë ndodhi në rrethana justifikuese. Me që jemi këtu ke dëshmia e Mikel Ndojit, e jep regjia në këto momente se çfarë ka thënë ai në polici dhe i rikthehemi diskutimit. Shkova te vendi i punës së vajzës, pasi nuk po më përgjigjej në telefon. Dëshira ime ishte të ribashkohesha me familjen, por vajza kishte ndikuar negativisht në këtë drejtim. Ajo nuk donte të kishte më asnjë lidhje me mua. Më shpërfilte dhe më ignoronte. Shkova për t'i thënë se doja të bisedoja me të, por ajo më tha se nuk dëshironte të kishte asnjë lidhje me mua dhe se për të unë nuk ekzistoja më. Në atë moment më arsuan syt, i thash, hajde dalim pak jashtë që të flasim. Ajo më shtyu. Pas kësaj nuk mbaj mend më çfarë ndodhi. Në vendngjarje ishte edhe një djalë që ndërhyri në ato momente. Teksa tentonte të më largonte, ai u plagos nga thika. Më pas u largova dhe u fsheha diku pranë repartit të zjarfikses. Atje e kuptova çfarë kishte ndodhur. Në atë kohë isha në gjendje të rënduar psikologjike dhe kisha konsumuar alkool. Më vjen shumë keq për atë që ndodhi. Jam shumë i penduar. I kërkoj falje vajzës time dhe djalit që u plagos. Djalin nuk e njihja fare. Nuk di çfarë të them tjetër. Ndihem jashtëzakonisht keq. Këto janë fjalët e 56 vjeçarit Mikel Ndoj përpara trupit hetimor dhe në ambientet e policisë.
Kjo ishte dëshmia. Nuk ka dhënë detajet të cilat ne kemi treguar. Nga një ranë thotë që nuk e mbaj mend çka ndodhi, nga ana tjetër jep detajin që më shtyu. Pastaj ishte prezente një djalë tjetër. Tani ka dy gjëra, ose e mban mend dhe nuk thua si detaj, ose ti po vazhdon të fshehesh një gjë e cila në ditën e kamerës do të dalë, pra si dritën e diellit do të dalë ky moment. E pavarësisht saj, nëse motivi ka qenë se nuk i përgjigjen në telefon, sigurisht është zgjedhja e saj për të mos u përgjigjur. Përsa kohë që kjo bëhet fjalë për evoluimin e një marrëdhënie që kishte mbi 6 vite tashmë që le të themi duke e konsumuar dhe duke se secili kishte marrë drejtimet e veta. Por siç duket ky refuzimi që ka pasur në vazhdimsi ka ngjallë tek ai krijimin e një lloj një mendimi jo të natyrshëm mbi situatën që dhe raportin që do të kishte me tashmë me vajzën, të ndryshme nga djali, e natyrisht që mund të shërbejë ndihmë edhe për prokurorin. Nëse ka element që duhet bëhet në ekspertim psikiatrik se mund të ketë pas në turbullim të momentit. Pra, do ta shohim pak edhe nga ana e autorit se ndoshta mos e justifikojmë duke thënë këtë mos e justifikojmë, po mund të jetë e shëndetit mendor. Luhat e shëndetit mendor nuk janë justifikuese, janë shfaqësuese. Pra, mos i shfaqsojmë ne këtë person që po japim tani edhe mesazhe. Nëse një person është me probleme psikologjike ose me probleme të shëndetit mendor, natyrisht ka mekanizma. Si duhet bëhet trajtimi? Po përpara ligjit? A ka pasur përpara ligjit? Se është dispozit ligjor se e parashikon ligji? Ka lehtësime përpara ligjit, dua të them Klodi, që mos ta mbrojmë këtë zotëri. Jo se ka lehtësime para ligjit. Atëherë nëse një person është me probleme të shëndetit mendor, merr kurimin në spitalin psikiatrik, spitalin në Burgu që është në qytetin e Lezhës. Nëse është situata e agravuar, sepse mund të ketë probleme të shëndetit mendor se ne mendojmë vetëm ekstremin, pra mendojmë vetëm skizofrenin. Po ka edhe sëmundje të shëndetit mendor, të ndryshme me sëmundje të shëndetit mendor edhe nga abuzimi me substancat, sepse kemi raste në gjithë praktikën e gjithë tyre. Nëse është e vërtetë që është dënuar në Francë për nëse ti e përdorur si narkotike, nëse e përdorur si alkool, natyrisht mund të shkosh edhe drejt të përzira bashkë, mund të sjellë shkon probleme të shëndetit mendor, mund të jesh me simptoma të paspecifikuar, sepse psikologja e di do ta thotë, po. Pa me smundje mendore të paspecifikuar, shregullim personaliteti ato me radhë. Atë që nuk e mbaj mend të mirë, mos e ka një justifikim? Kjo duket një justifikim. Se edhe ai thotë që nuk ka pasur debate, vetëm është shtyu. Ajo e ka shtyr sepse ka dashur të mbërë pjesën e fitit. Se e ka shtyr do të dëgjosh me thik. Shtrëm pyetën në anën tjetër. Po pastrimi i thikës, largimi me qetësi, domethënë edhe ato janë detaje të cilat zotëria duhet i mbaj mend. Unë besoj që i mban mend. Edhe unë besoj që i mban mend. Në rastet e krimeve të tilla, amnezia totale, pra harresa totale e plot, për shkak të traumës. Mund të ndodhë, por shumë rrallë. Megjithatë në rastin konkret, vetë autori ka dhënë detaje të cilat të bëjnë të mendosh se ai nuk ka harruar plotësisht ngjarjen, por më tepër duket një ngjarje e planifikuar. Djalin se njoh, po e mbante mend. Pikërisht, pra ai kishte bërë veprime të njëpasnjëshme dhe më pas madje kishte tentuar edhe të fshihej. Pra, një person i cili e humb vetdijen, e humb kontrollin, por ai në dëshminë e tij nuk thotë pse e mbante një thik me vete. Pikërisht. Ose pse është larguar ai që qet, pse ka fshirë thikën me gjakun e evlatit. Këtë nuk arrit ta kuptoj. Në aspektin psikologjik, dhuna në familje në këtë rast nuk është një episod i izoluar, por kemi të bëjmë me një historik të gjatë të dhunës. Pra, vetë divorci deklarohet se ka ndodhur për shkak të dhunës në familje. Personi është me precedent penal dhe kemi të bëjmë me një person i cili ka patur dhunën si një model sjellje, jo si një sjellje të izoluar të momentit. Pra, nuk kemi të bëjmë me një impulsivitet, por me një planifikim të mirëfillt për të vepruar. Çfarë do të thotë për juve një profil i tillë si Mikel Ndoj? I cili 6 vite i divorcuar, kemi aktiv një urdhër mbrojtje nga ana e ish bashkëshortes? Është një model tipik patriarkal, kontrollues i ushtrimit të pushtetit në familje, edhe me ish bashkëshorten. Sepse në qoftë se ti kërkon ribashkimin dhe kërkon ndërhyrjen e vajzës apo djalit apo shoqeve të vajzës për të bashkuar, sepse mendon dokumentat e tua në shtetin italian, unë këtu nuk arrit ta kuptoj këtë gjë. Mendon vetveten tënde, të ardhmen tënde në shtetin italian, pajisja me dokumenta, pavarësisht çfarë drejtimi ke sjellë tek ish bashkëshortja. Nëse ky ka qenë motivi, më duket totalisht një motiv egocentrik, më tepër se sa një tentativë për ribashkim dhe synime të mirëfillta pozitive për ribashkim familjar. Por mënyra se si është përqasur vajzës së tij, e cila tashmë është adulte, pra kemi të bëjmë me një vajzë adulte, majorene, dhe thyrja e hapësirës së sigurisë së saj, vajtja në ambientin e punës,
për ndjekja e vazhdueshme e vajzës. Dhe jo vetëm e vajzës. Fakti që ajo nuk i ka hapur telefonin dhe personi e merr si një sfidë dhe shkon dhe tenton Shikon, nëse vajza do të kishte komunikuar, ndoshta e ka bërë këtë gjë, por ne nuk e dim. Do kishte komunikuar dhe do t'ja kishte thënë gjithçka drejt, në mënyrë të drejtë për drejt babait, pavarësisht se ky i fundit edhe mund të mos e kuptonte. A do ta kishim këtë lloj ngjarje që prodhoi përpara? Unë mendoj që viktima në këtë rast, në familje nuk ka komunikime. Unë mendoj që viktima në këtë rast nuk ka absolutisht asnjë lloj përgjegjësie dhe faj. Po, patjetër. Kështu që çfarëdo lloj veprimi që ajo ka ndërmarrë e ka parë si të drejtë vendimin e saj dhe ka reaguar në atë formë duke ndërprerë kontaktet me babain, i cili mund të ketë qenë i dhunshëm gjatë gjithë rritjes edhe historikut familjar. Kështu që vendimi i saj nuk duhet gjykuar në këtë moment dhe të mos ta viktimizojmë edhe një herë viktimën. Thënë kjo, përsa i përket të çrregullimeve të shëndetit mendor, unë doja të ndalesha pak këtu. Personat që vuajnë nga çrregullimet të shëndetit mendor nuk janë të gjithë persona të dhunshëm. Pra mos të stigmatizojmë individët që kanë të tilla probleme. Unë mendoj se dhuna në fakt është zgjedhje për të reaguar ndaj një situate dhe zgjidhjes problemeve vetjake. Një person i cili ka shfaqur sjellje të dhunshme në të kaluarën, është me precedent penal dhe ka planifikuar një akt të tillë dhe për më tepër fakti që ka qenë i alkolizuar e rëndon pozitën e tij, nuk e lehtëson. Shiko, unë dua ta marr pak në analizë edhe divorcin e prindërve përpara 6 viteve, ku vajza aktualisht është 24 dhe kur prindrit janë divorcuar ka qenë 18 vjeç. Ka qenë 18 vjeç. Djali ka qenë minoren. Klodi, do të thuash diçka në lidhje me këtë gjë? Se ne tentojmë që një sjellje të caktuar ta justifikojmë. Jo, absolutisht. Ose ta justifikojmë, ose ta arsyetojmë nën Jo, ne duam të kuptojmë nëpërmjet pyetjeve. Atëherë, ta arsyetojmë ose ta justifikojmë nëpërmjet analizës psikologjike, faktorëve sociale. Po. Unë ditë them që është ndryshe. Faktori social edhe elementet psikologjik janë të fundit. Është ligji i ashpër. Ja të jap me shembull konkret. Jo më larg se sa sot në 4 mëngjesit janë miratuar disa ndryshime në Kodin Penal për parkimin e dyfisht. Po. Pra ky është një problem i cili i prek gjithë, nga Vermoshi deri në Konispol. Çdo qytetar. Asnjë shqiptar, gjithë nga këto që bëjnë si gango këto, si i kanë vënë re. Gjithë nga gangot që bëjnë në Shqipëri, sa hyn territorin shqiptar me prepotencën, me arrogancën, me posesivitetin, me agresivitetin që tregojnë, kur shkojnë në Gjermani, në Itali, në Francë, kudo, në vend të Europës, askush nuk e bën atë lloj qasje. Askush nuk ka problem që të presin rradhë. Këtu gjithë duan dalin parë. Duan të jenë të parët, po. Atje as ti nuk e mendon që ti ta lësh makinën ta parkosh në mënyrë demonstrative. As nuk guxon që ti të komunikosh me punojësin e policisë në mënyrë harbute, në mënyrë të pasjellshme. Pavarësisht nivelit, si hyn nivelet, unë flasim për konceptin. Aq më tepër, ja nisë që në fillim, tu bëhet fjalë për vepra penale të lehta. Çfarë them, kush është vepra penale të lehta? Ktu kemi dy komshi për shkakun që zgjidhin njëri tjetrin. Po. Fjala para kanose do ta bëjmë gjaku deri në gjuhë. Po. Domethënë japin ca detaje. Ti nuk guxon në një shtet të Europës ta bësh, sepse është vepër penale. Këtu mbetet në kuadrin e fjalëve. Pra ligjvendësi këtu merret me gjëra të rënda siç janë vrasjet, duke i rënduar akoma më tepër më shumë, sepse është parim i drejtave të njerëzit. Nëse një person bën 17 vite burg, ai person quhet i atrofizuar. Nuk është me person që është i dobishëm për shoqëri, është thjesht si një qenie dy këmbësorë që i thesh lëviz. Nëse ti arrin mas 17 vitesh burgim fizik, Mikel Ndoi ka qenë i dënuar në Francë për 2 vitesh. Ne flasim pikërisht për rëndimin e këtyre veprave penale që janë gjatë rënda. Unë nuk them këtë si avokat. Po. Unë them që ti mos kesh nesër të probleme sociale, shkosh vepra penale të rrahjes. Tu rrifen 2 njerëz nuk ka si pasojë penale. Plagoset lehtë janë deri 1 vit burg. Gjitha shkojnë me gjobë. Se të riqen. Nuk i ndiqen kryesisht. Në vend të Europës, marasin Belgjik, kemi pas klientë në Belgjik. Kanë 5 vite në kusht, edhe nuk guxon as shifra, as majtë, as djathas. Pse? Se është forca shtrënguese e ligjit, është forca shtrënguese e shtetit. Tu ke edhe një institucion tjetër, shërbimi i provës. Institucion formal. E vërtetë. Që marrin dhe bën presion në njerëzve. Në atë petkun e formalizmit. Njerëzit që janë me kusht, hajde thotë se do të fus në burg, thotë, do të bëj raport mos përmbushje. Nuk merret me zgjidhjen e problemit, ora ta bësh ti ta bësh program trajtimi individual. Ta rehabilitosh atë. Jo ti thush aty ti ngarkosh psikikën që unë do të bëj raport mos përmbushje. Të ketë një jetë sociale normale.
Flasim për urdhrat e mbrojtjeve. urdhrat e mbrojtjes. Skandal. Absurditet. Absurditet gjyqësor. Janë gjyqtarë që vetë mendojnë, ta jap një urdhër mbrojtje ose si dihet atë mos. Nëse edhe kjo është justifikim i mirë. Edhe kjo është e mirë sepse ligjvënësi niset nga prerogativa mirë që gjërat serviren para gjykatës të vërteta, jo që palët duan të fshehin diçka dhe ta përdorin urdhrin e mbrojtjes si mekanizëm. Sepse na ka ndodhur në shumë raste. A duhet të ndjekur nga polici i zonës urdhrin mbrojtje? Çfarë do bëj polici më parë? Polici çfarë do bëj një punonjës policie? Inspektori i policisë së zonës. Çfarë do bëj më Sa përpara? urdhra mbrojtje ka në zonën që ai mbulon? Çfarë do bëj një punonjës? Një punonjës policie do njoftoj në bashkëpunim me punonjësin social, Klodi, siç e keni Italinë, Greqi dhe kudo tjetër. Punonjësi policisë merret me rendit, merret me parkimet. Merret me ndërtimet pa leje, merret me vjedhjen e energjisë elektrike, merret me vjedhjen e ujit, merret me prishjen e qetësisë publike. Po s'është kjo është për ditë sa urdhra mbrojtje ka zona 10 në të 10 familje. A do mbikëqyr personat që kanë rreth shtëpia? A do mbikëqyr personat që kanë rreth shtëpia? A do njoftoj personat? Gjithë është kohë që i konsumon punonjësit policisë. Edhe ti shkoni me shpirtin e ti punonjësve, tu bëj dalë mbrojtje atyre punonjësve, SPZ-ve të zonës ti. Po ti nuk mund të lesh kontingjentat. Kush duhet ta mbikëqyri? Nuk mund të jetë një punonjës policie për gjithë 6 vite të lutem. 6 vite i divorcuar, 2 vite ka qenë në burg, 1 muaj ka që është kthyer, po bën planin e plagosit, ka aktiv një urdhër mbrojtje dhe ka kaluar 10 hapa. Dhe një policë për një ish gruaja. Nuk ndodh kjo. Ne nuk vëm dot një policë për njëri nga mbrapa. Jo. Po duhet jenë forca shtrënguese. Ne flasim për mekanizma në tërësi. Krijimi gjithë këtyre mekanizmave ndryshon qasjen sociale. Po një hap të shkëputet Klodi dhe pastaj nuk e monitoron dot. Është e provuar që ky lloj populli është i provuar në stigmatizimin e dhunës. Rrin aty edhe rrin mirë. Është gjë e provuar. Nuk është frika ose janë më të mirë gjermanët ose italianët ose francezët. Është thjesht forca e ligjit. Shtrënguese e shtetit. Dhe respekti për uniformën. Ndëshkohesh, i paguën edhe ato cenotat e xhepit 1.000. Shqiptarët kanë treguar që vetëm kur i merr lekët fillojnë edhe kërcejnë. Për gjëra tjera nuk ka problem. Erilda, ta jap më njëherë fjalën pas hapësirës së dytë publicitare, rikthehemi përsëri me komentet tona në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Mbas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, jemi në pjesën e tretë dhe fjala kalon me njëherë tek psikologja jon, tek Erilda Ajaz. Erilda, jemi bashkë për të folur për aspektin psikologjik të gjithë situatës. Dua ndaloj pak edhe tek profili i Mikel Ndojit, duket si një person antisocial, por njëkohësisht ka shfaqur edhe disa elemente koncentrik për sa i përket, siç e ndërprem edhe bisedën bashkë, të bërjes së dokumentave në shtetin italian, që edhe dëshmitari e tha, por është folur këto 2 ditë edhe në media, që ai kërkonte të vendoste një raport me ta për shkak të dokumentave në shtetin italian. Atëherë pa dashur të dalim në diagnoza, sepse kjo është e pamundur në këto momente dhe me kaq informacion sa ne kemi. Megjithatë, ajo që doja të theksoja është fakti që personi e ka zgjedhur dhunën si një model të sjelljes së tij dhe jo si një veprim thjesht i izoluar në këto momente. Një person i tillë patjetër që shfaq tendenca për një personalitet antisocial dhe këtu kemi të bëjmë me mungesë të kontrollit emocional. Pra, personi në fjalë e ka humbur totalisht kontrollin e vet dhe ka dalë në një akt shumë të dhunshëm kundrejt fëmijës së tij, vajzës së tij. Alkooli, fakti që ka qenë përdoruesi i alkoolit e shton ose i lëndëve narkotike. Mbas edhe i lëndëve narkotike, por alkooli në fakt nuk është shkaku i kësaj sjellje, më tepër se sa mungesë e kontrollit ose frenim i kontrollit të emocioneve të tij. A ishte kontradiktore dëshmia dhe nuk mbaj mend dhe tregonte disa element? Pikërisht, duke si një dëshmi në fakt jo një pendesë reale, por më tepër një dëshmi emocionale dhe për të shmangur përgjegjësinë, sepse në disa raste ai përmend që vajza më refuzoi dhe unë shkova për ta takuar. Pra duket sikur vetë babai në këtë rast ja hedh fajin dëshmitari patjetër gjë. Ja hedh fajin vajzës. Pra fillimisht kanë qenë në lokal, kanë qenë shumë pranë një grupi njerëzish ku ishte përfshirë edhe vajza, nuk ka mundur dot atë që kishte planifikuar një muaj më parë, por e spostoi nga lokali drejt edhe ambientit të punës. Pikërisht, pra duket që ai e ka patur në plan diçka të tillë, e ka përndjekur vajzën e vet, ajo nuk i është përgjigjur në telefon, kjo ka qenë një lloj
indicje për ta marrë si një sfidë personale, faktin që ai nuk po mundej do të kontrollonte sjelljen e vajzës së tij, edhe refuzimi ka qenë një moment kyç, refuzimi jo vetëm i ish partneres, por edhe i vajzës për të bashkëpunuar me babain. Dhe shpesh herë ndodh në rastet jo vetëm gjatë divorcit, por edhe pas divorcit, ku shohim që dhuna nuk ka ndaluar, por ka precipituar dhe ka arritur deri në një akt ku mund të ishte marrë dhe jeta. Pra, në rastet të tilla rreziku nuk zhduket, por mund të degradojë në një situatë të tillë. A ka luajtur rol edhe izolimi i tij në Francë prej 2 vitesh në burg? Po patjetër që mund të kemi të bëjmë dhe me një përkeqësim të situatës në aspektin psikoemocional të individit. Sepse ai bënte fajtore dhe një shoqe e vajzës, dhe për një muaj kishte planifikuar sipas dëshmisë që ndoshta ta bënte këtë me vajzën dhe me shoqen. Po pra, çdo person që ishte kundër tij, pra ishte i padëshiruar në një situatë familjare. Sepse ai mund të ketë menduar që ajo ka patur një lloj ndikimi tek vajza e tij për të mos pranuar ribashkimin me familjen. Pra çdo person që ishte kundër vullnetit të tij është një person i padëshirueshëm për të. Një person i tillë do të ushtrojë pushtetin nëpërmjet dhunës. Detajet që largohet nga vendngjarja duke fshirë fikën me gjaftësi, i qet, fsheja më pas. Pikërisht, prandaj dhe theksova që mund kemi të bëjmë me një person me tipare të personalitetit antisocial, ku nuk shfaqet një pendes, por fajsohet gjithmonë viktima. Dhe në fakt, shpesh gjatë divorceve, por siç e thash edhe pas divorceve, kur ekziston konflikti në familje, fëmijët përdoren si një mjet për të ndëshkuar partneren ose ish partneren. Caktimi i kujdestarisë krijoi debate edhe gjatë diskutime, në fakt më mirë, edhe gjatë hapësirës së dytë publicitare, sepse Klodi ishte kundër dhënies së një prindi të 2 fëmijëve apo më shumë. Pra, fëmijët duhet të ndarë, thot avokati. Ti je dakord se në përvojat e mia personale në gjykat, ka pas raste ja kam dhënë babait, ka pas raste që i kam ndarë. Atëherë, në çdo rast ne ecim në vlerësimin specifik të rastit. Pra, nuk kemi një rregull të caktuar, por rasti vlerësohet në mënyrë të detajuar dhe gjithmonë prioritet është interesi më i lartë i fëmijëve. Ekspertët psikolog ecin gjithmonë duke patur parasysh interesin më të lartë të fëmijëve. Të 2 fëmijët janë me nënën. Të 2 fëmijët janë me nënën dhe është deklaruar tashmë dihet që personi, babai ka qenë një person i dhunshëm. Ka shkaktuar dhunë në familje, ka qenë i dhunshëm me ish bashkëshorten, ka shkaktuar dhunë psikologjike edhe tek vajza e tij dhe jo rastësisht vajza ka zgjedhur që të jetë refuzuese në marrëdhënie me babain. Pra gjithë këto janë faktorë zinxhiri që ne na çojnë në këtë lloj konkluzioni. Dhe nuk kemi, pra, për sa i përket rasteve dhe caktimit të kujdestarive ose rekomandimet që ekspertët japin, nuk kemi një rregull fiks që po fëmijët do shkojnë me nënën dhe është e padiskutuar. Për ty, në këndvështrimin tënd me gjithë këtë dinamikë që kemi, a duhet ishte parandaluar si ngjarje, si mendon ti? Unë mendoj që mund kishte qenë e parandaluar sepse personi ka dhënë shumë sinjale rreziku. Pra, asnjë sinjal nuk duhet injoruar. E para ka qenë person me precedente, e dyta ka patur dhunë familje, e treta ka qenë kërcënues edhe pas divorcit, vajzën e ka përndjekur, i ka dhënë shenja dhe kërcënime të vazhdueshme që do vitë të vrasë, dhe momenti që ai ka marrë refuzim nga familje, nga ish partnerja dhe nga vajza, ka tentuar pastaj. Refuzimi ka bërë që ta rëndoj situatën? Pra ti i thua, në qoftë se do kishte komunikim apo bashkëpunim midis vajzës dhe babait, a do ta kishim këtë situatë? Nuk mund të dalim në një konkluzion të saktë në këtë aspekt. Unë mendoj që vendimi i vajzës është totalisht i drejtë dhe është një vendim i justifikuar dhe i argumentuar prej saj. Jo, unë dua të kuptoj më shumë edhe pjesën antisociale të Mikel Ndojit. Edhe në qoftë se do ishte dhënë mundësia nga vajza, a do ta kishte bërë të njëjtin veprim apo jo? Ne nuk e dim nëse ata të dy kanë komunikuar më përpara, kanë arritur të kenë një dialog mes tyre dhe vajza i ka argumentuar qëndrimin e saj. Ka dialogu në fakt, kuptohet në familje. Po, por kjo jo domosdoshmërisht i lejon babait që të shkojë dhe të kryejë një veprim të tillë. Pa justifikuar dhe kontrollin ndaj një personi adult, tashmë vajza është adulte, është 24 vjeç, ajo ka gjithë të drejtën e botës që të refuzojë marrëdhënien qoftë edhe me prindin në rast se e shikon prindin të rrezikshëm. E kuptoj. Klodi, ishe për ndarjet e fëmijëve në gjykat, një fëmijë babai, një fëmijë nëna. Por ka dhe raste specifike, thot eksperti. Të them nga praktika, sepse në një farë forme
çfarë është e rëndësishme si në jetë, si në gjykime, si në prokurori, si gjithandaj do të gjetë ekuilibri. Nëse ti arrin gjesh ekuilibrat në çdo lloj marrëdhënie, në çdo lloj situate, pra ne kërkojmë ekuilibrin. Dhe mendoj që duke gjetë ekuilibrin në jo veçimin e fëmijëve me njëri nga prindit ose njëri tjetër, nuk ta shohë si veçim, po do ta shikojë si bashkëveprim. Pra, që secili për prindëve nuk shkëputet nga aktualiteti i përditshëm i përkujdesjes fëmijëve, por mbetet gjatë gjithë kohës i angazhuar me rritjen dhe edukimin e fëmijëve. Ndonse parimi është që cënimi i interesit më të lartë të miturit. Tani, cënimi i interesit më të lartë të miturit, ashtu nuk është edhe që ai mos të rritet çdo ditë me njëri nga prindrit, po ta shikojmë në të këndvështrim. Po prindi që nuk e ka përkujdesjen, kujdestarinë e përditshme, nuk është një formë e dhunës, një formë e shfaqjes, le të themi, heqjen e animus e shpirtit të atij prindi, sepse jam dakord, por ndalim ke rasti konkret. Do të kemi parasysh, jo, ne shkojmë nga informacioni i përgjithshëm që kemi, ne shkojmë tek përdal tek rasti konkret. Dhe në këtë këndvështrim, zakonisht krijohet një lloj stigmatizimi për njërin nga prindit. Shko tek ai apo shko tek ajo. Pra ku vinte dita e shtunë ose e premte ose si varet sipas caktimit gjykatave, ku e shoh që gjykatat janë më shumë formaliste në këtë drejtim. Ku në të vërtetë gjithë aktorët që janë avokatët, ekspertët, palët, në fund fare ekuilibrin e cakton gjykata, dhe është gjykata që duhet të transmetojë qetësi mbi të gjitha. Ai që shohim këtu kemi një lloj frustrimi i cili nuk e di për çfarë arsye vjen. Zakonisht gjyqtarët mundohen ta justifikojnë në petkun është media që i vjen në presion, pavarësisht se hiqen si mos kokçarës ndaj medias apo ndaj presionit publik, po kjo është një formë kontrolli edhe i punës edhe i përgjegjshmërisë që ato kanë raport me palët. Por kur janë gjykata që nuk e transmetojnë qetësinë tek palët, automatikisht që shkon reflektohet edhe në marrëdhënien, edhe në mënyrën se si palët ndërprerojnë gjyqin, natyrisht edhe tek rezultati i gjyqit në fund fare. Pra proceset në vetvete nuk janë të qeta thua ti. Nuk janë qeta, edhe diçka janë konfliktuale. Te rasti konkret bëhet fjalë që ka një pretendim për kryen e veprës penale në gjendje dheur. Ligji penal shqiptar, për përgjithësi edhe ligjet ndërkombëtare, e shohin si një rrethon që të përjashton nga përgjegjësia penale. Në aparencë, ama nuk të si të them klasimas ligji shqiptar. Por kjo nuk do të thotë që ti ke qenë gjendje dheur nuk do marrësh përgjegjësi penale. Nëse deja thot ligji ka qenë e rastësishme, atëherë mund të ketë parasysh në caktimin e dënimit. Ose vuan nga shëndeti mendor dhe i i marrim në shihim konteksti i gjërës si ka ardhur deja. Nëse deja ka qenë e zakonshme dhe bëhet me qëllim që ti tulish efektet për të kryer veprën penale ose për të marrë themi të marrë atë zemrën për të kryer veprën penale, shihet si rrethar rënduese. Dhe këto i ka përcaktuar fare mi ligji. Te rasti konkret, bëhet fjalë një personi i cili është i alkolizuar. Po. E thotë se kishte një javë që fliste në lokale i alkolizuar, i degraduar, gjithë ato epitete që unë nuk e kam përshtat, as i them as kam dëshirë të dëgjoj, ama po sjell ato shkatha dëshmitari që me ato cilësi që ka autori veprës penale. Që natyrisht edhe ky nuk ka pas ndihmën e dur, se mund të jetë një person i alkolizuar, po se është alkolizuar nuk thotë që ne do ta vrasim atë. Nuk thotë që ne nuk do t'i japim ndihmën atij. Prandaj ka shumë probleme. E din që nuk ka një problem thelbësor për ta përmbyllur fjalën. Se një emision dalin shumë problematika. Ktu kemi persone që dënohen për mbajtje lëndëve narkotike. Pra, edhe personi që është konsumator. Pra ka konsumator që mbajnë më tepër sa sasia e lejuar. Sepse mund ta ketë ble më tepër e thotë ta kemër gjithë javën. Konstatohet edhe çohet për të gjykuar dhe për të dënuar. Vërtetohet që ai është përdorës i lëndëve narkotike. Nuk ka një dënim alternativ në gjykatat shqiptare që ta urdhërojë të lejë drogën. E di pse? Sepse nuk ka institucione rehabilituese. Janë vetëm ato që janë gjendje në të rëndë që përdorin metadon. Megjithatë dhe për drogat më të lehta, për drogat më të lehta nuk ka institucione rehabilituese për të urdhëruar që ai të lejë drogën. Sepse ti nëse e dënove, bëri pak më i burg, shkove me kusht që të mos bësh veprë penale. E lën ti në gjendje të lira të pa një detyrim konkret. Megjithatë shpërndarësi i lëndëve narkotike shpeshherë është edhe përdorues dhe këtu ngatrohet pastaj gjithçka. Faleminderit Klodi, Erilda, ta mbyllim bashkë. Jo, thjesht doja të ndalesha pak tek fakti që ligji mbase parashikon që përdorimi i alkoolit mund të jetë lehtësues në këtë rast, por unë doja të thoja që në aspektin psikologjik nuk duhet të justifikojmë nëse është rastishme, nëse është rastishme. Por gjithsesi akti nuk duhet justifikuar qoftë me alkoolin, qoftë me gjendjen e rënduar psikologjike apo emocionale.
gjithmonë dhuna është një zgjedhje personale dhe individuale, ndërsa për sa i përket prindërimit të mirë dhe të shëndetshëm, patjetër që prindërimi i mirë dhe i shëndetshëm kryhet nga të dy prindrit, të cilët duhet jenë të përgjegjshëm në rast të parë dhe të ofrojnë siguri për fëmijët dhe jo të jenë kërcënuesi në rastin aktual. E kuptoj. Gjithsesi, mesazhi ka kaluar detaje shumë të rënda ato që kemi diskutuar nëpërmjet dhënies së dëshmisë drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Falenderoj të gjithë ju që na ndoqët në televizionin News 24, kemi qenë live me detaje në fakt shumë të rënda të ngjarjes së 2 ditëve më parë në Durrës. Bashkë takojmë në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshim.